75 kongresmen amerikani kanë dërguar një letër sekretarit të shtetit Marco Rubio ku shprehin shqetësimin e tyre lidhur me vendimin e administratës për të pezulluar vizat e emigracionit për 75 shtete, mes të cilave dhe Kosova edhe Shqipëria. Në letrën drejtuar Rubios, kongresmenët e cilësuan vendimin si skandaloz dhe diskriminues, duke theksuar se ai prek rreth 40% të vendeve të botës dhe mund të ndikojë te pothuajse gjysma e emigrantëve të lishëm në Shtetet e Bashkuara. Sipas tyre, pezullimi do të godas drejt për drejt ribashkimin familjar, vizat e sponsorizuara nga punëdhënësit, programin e diversitetit, organizatat fetare dhe bizneset e vogla. Ky është një vendim skandaloz dhe diskriminues i administratës tuaj që prek qindra mijëra njerëz çdo vit. Ai u njoftua jo vetëm përmes një postimi në Twitter, por pa ofruar asnjë informacion të detajuar mbi pezullimin, thuhet në letrën e kongresmenëve. Ata paralajmëruan se politika e pezullimit të vizave do të ndajë familje, do të pengojë integrimin e emigrantëve të lishëm dhe do të ketë pasoja negative sociale dhe ekonomike për zgjedhësit amerikan. Lista e vendeve të prekura përfshin një gamë të 6 shtetesh nga Europa, Azia, Afrika dhe Amerika Latine, përfshirë këtu Shqipërinë dhe Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Armeninë, Azerbajxhanin, Irakun, Iranin, Brazilin, Kubën dhe shumë vende të tjera. Kongresmenët amerikanë kërkojnë që administrata Trump të rishikojë vendimin dhe të marrë masa për të mos ndarë familje dhe për të ruajtur mundësitë e lishme të emigrantëve për të jetuar dhe punuar në SBA. Vendimi i sekretarit Rubio ka shkaktuar tashmë reagime të shumta në komunitetet ndërkombëtare dhe në diasporën shqiptare në Amerikë, të cilët paralajmërojnë se pezullimi i vizave do të ketë ndikim të drejtë për drejtë mbi ribashkimin familjar dhe aktivitetin ekonomik të emigrantëve.